Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, salavatet dhe selamet tona e dërgojmë shëmbëltyrës së njerëzimit, vulës së pejgamberve, modelit të cilin duhet ta ndjekim, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre të cilët ndoqen dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Shkues të dashur, mirë se takohemi edhe sonte në vazhdimin e trajtimit të asaj se çfarë na ka mësuar Islami. Dhe pasi kemi përmendur një grumbull të mësimeve dhe udhëzimeve, të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala me mëshirën dhe rahmetin e tij i bëri të jenë model i jetës së njeriut në këtë botë, që përmes tyre njeriu ta fitoj edhe botën tjetër, vim tek një çështje e cila është tepër jetike në perceptimin ton për fen. Nga ky kuptim dhe nga ky perceptim rrjedhin shumë kuptime dhe rrjedhimisht edhe shumë veprime të cilat duhet të bëhen apo nuk bëhen fare, varësisht nga koncepti dhe varësisht nga perceptimi të cilin e kemi për çështjet e caktuara, në këtë rast për çështjen të cilën po flasim dhe do ta trajtojmë së bashku sonte. Pasi kemi përfunduar me disa trajtime dhe mësime të cilat Islami na mëson rreth familjes, rreth sjelljes dhe rregullimit të familjes, dalim tek një rrafsh tjetër, pa që rëndësishëm. Ajo është si duhet të jetë besimtari jashtë familjes së tij, me të tjerët, me punën ku punon, me aktivitetin ku zhvillon, në lagjen ku ai jeton. E pastaj në mënyrë të tillë duke shpalos përgjegjësitë dhe obligimet të cilat i kemi ndaj vendit, atdheut, rrethit e madje edhe ndaj tër njerëzimit. Para se të fillojmë të trajtojmë këto çështje dhe këto tema, është shumë e rëndësishme të kthehemi te një kuptim, te një perceptim të cilën e përmendëm pak më herët. Çfarë kërkon feja nga ne? Çfarë kërkojnë mësimet e Zotit nga ne? Nga kjo pyetje rrjedh edhe koncepti dhe perceptimi njerëzve edhe për fen, edhe për rezultatet të cilat dalin nga veprimi ose mos zbatimi fesë. Feja, cilën Allahu subhanahu wa ta'ala e ka zbrit, nuk kërkon nga besimtari që të rregulloj përmes saj vetëm raportet mes robit edhe Zotit e tij. Sigurisht se kjo është njëra nga shtyllat e rëndësishme, por jo e tëra. Andaj, në momentin që dikush e kufizon fen vetëm si diçka shumë spirituale, vetëm si diçka shumë të brendshme, vetëm si një lloj raporti mes njeriut edhe Zotit të tij, ose njeriut dhe vetvetes së tij, kërkimit të një lloj paqeje, të një lloj meditimi, të një lloj mbushje, të një zbrastie që njeriu e ka në vetveten e tij, dhe këtu i vendos kufit e ndikimit dhe objektivave të besimit, ky ka bë padrejtësi. Nëse është e qëllimshme si koncept, dhe ka mosnjohuri ose ignorancë nga ata të cilët nuk e njohin kuptimin dhe nuk e njohin qëllimin e fesë. Feja nuk ka ardhur të rregulloj vetëm raportet e njeriut me Zotin e tij, por feja ka ardhur që njeriu ta rregulloj
dhe ta nxjerrë në shoqëri një njeri të formuar, një njeri të kompletuar, një njeri i cili nuk ndalet në adhurimet e tij dhe në pyetjet për fenë e tij dhe fetarinë e tij vetëm se sa po adhuron. Por pyetja e cila e përcjell më njëherë pasaj është çfarë ndikimi ka ky adhurim në jetën tonë. Çfarë ndikimi ka adhurimi në jetën e besimtarit? Si duhet të transformoj ky adhurim besimtarin në një njeri tjetër, me një formim tjetër, me kuptime tjera dhe me koncepte tjera. Andaj, çështja e parë, e cila është shumë e rëndësishme, që besimtari duhet ta njohë. Duhet ta njohë, sepse s'ban pa e njoft për veten e tij. E pastaj duhet ta njohë që askush të mos ketë mundësi ta godet besimin e tij dhe lidhjen e tij me Zotin përmes shfaqjes së këtyre mangësive, të cilat nuk janë mangësi në vetvete, po janë mangësi në kuptime të cilat ne i kemi. Dhe çështja e parë që besimtari kupton në raport me besimin, në raport me mësimet e Zotit, në raport me fen, në raport me Kur'an, në raport me mësimet e sunetit e pejgamberit alayhi salatu wasallam, varësisht se si e emërtojmë ato, është se Islami ka ardhur që të ndërtoj njeriu, për ta kompletoj atë. Dhe në kompletimin e njeriu, në plotësimin e tij, nuk mund të paramendohet njeriu i përgjysmuar apo e shkputur çështja e besimit nga veprimi i tij jashtëm. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka urdhëruar njerëzit përmes mësimeve të Zotit vetëm të falen. E as nuk i ka urdhëruar ata vetëm të agjerojnë. E as nuk i ka urdhëruar ata vetëm të bëjnë adhurime të caktuara. Por madje edhe në formulimin e objektivit të misionit të tij ka ardhur me një shprehje shumë interesante, e cila i përmbledh të gjitha këto kuptime. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë tha? A tha unë kam ardhur që t'ua mësoj namazin? Po, por nuk e tha këtë. A tha unë kam ardhur që të mësoj si të agjeroni? Ka ardhur perk, po nuk e tha këtë. Por pejgamberi alayhi salatu wasalam e përzgjodhi një shprehje dhe përmes kësaj shprehje na tregoi objektivin madhor me cilin Allahu e kishte dërguar. Ajo ishte thot: "Bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Kam ardhur, jam dërguar, Allahu subhanahu wa ta'ala më ka dërguar që ti plotësoj, e ti kompletoj, e t'u mësoj, e t'ju formoj ju si njerëz me moral dhe me karakter të lartë. Pa ka marrë që ti plotësoj normat e moralit, ka marrë që ti rregulloj ato, ka marrë që tu drejtoj dhe t'u rikujtoj se cilat janë vlerat dhe cilat janë moralet të cilat besimtari duhet të pajiset me to dhe cilat janë ato të cilat besimtari duhet të shmanget e duhet të largohet nga to. Kështu këtë madhështi të misionit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, cili na tregon këtë rast se feja, pra fetaria, udhëzimi, besimi, nuk është i mbyllur vetëm në xhami, nuk është i mbyllur vetëm në rituale të caktuara, por ai është sistem i jetës i cili nuk mund të paramendohet dhe nuk mund të plotësohet misioni i njeriu në jetën e kësaj bote nëse nuk i plotëson dhe nuk i rregullon e pastaj edhe nuk i kryen në mënyrën më të mirë të gjitha këto rregulla dhe dispozita që kanë ardhur. Andaj imagjinoni pejgamberin alayhi salatu wasalam, njeriu me devotshmërinë më të madhe, njeriu me namazin më të mirë, njeriu me bujarinë më të madhe, njeriu me sadakan më të madhe, njeriu me faljen më të madhe, njeriu i cili Allahu subhanahu wa ta'ala e kishte përzgjedh dhe pas tij nuk ka asnjëri asnjëherë i cili do të vije me tiparët dhe cilësitë e tij. Allahu xhalla shanu në mesin e të gjitha punëve,
në mesin e të gjitha adhurimeve, në mesin e të gjitha përkushtimeve të tij, e kishte përzgjedh Zoti fuqiplot që ta lavdronte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pikrisht me kompletimin e tij në aspektin e praktikës së këtij besimi në të jashtmen e tij. Allahu xhalla shanuhu nuk e than këtë ajet dhe nuk e përzodhin këtë ajet, ti i ki mendimet e pastra, ti e ki dëbrëndësin e mirë. Sigurisht se këto janë patjetër, sepse këto rezultojnë me atë cilën Allahu subhanahu wa taala e lavdroi dhe i tha wa innaka la ala khuluqin adhim. Ti o Muhammed je në një shkallë të lartë moralit. Ti o Muhammed je në shkallë të lartë të formimit. Ti o Muhammed je në shkallë të lartë të zbatimit të asaj të cilën e ki në brendësinë tënde, të atij formimit të duhur, sepse nuk mund të vijë morali, sjellja dhe edukata e jashtme nëse nuk ka formim të brendshëm. Dhe Allah subhanahu wa taala kishte formuar një herë në të brendshmen e tij, në kuptimin e tij, në lidhjen e tij me Zotin, në pastërtinë e zemrës së tij, e kështu me radhë, e pastaj si rezultat i krejt kësaj njerëzve u tha, ja ku është shembulli cilin ne po kërkojmë nga ju se si të bëheni. Ja ku është shembulli që ne po kërkojmë nga ju se si të dukeni. Andaj, besimi dhe rregullat e fesë është e padrejtë që dikush të pretendoj besimin e tij të pastër, të pretendoj pastërtinë e brendshme, të pretendoj raportet e kristalta mes tij dhe Zotit e tij, këto mund të jenë, por është e pamundur të pretendohen nëse të gjitha këto nuk kanë arritur të përkthehen në të jashtmen e njeriut. Nuk kanë arritur të përkthehen e të duken, e të preken, e të shihen në të jashtmen e njeriut. Andaj Allahu subhanahu wa taala kur zgjodhi që pejgamberin e tij pra ta lavdroi përmes moralit, përmes sjelljes, pra është edhe një lloj testi, është edhe një lloj prove se ja, ne po paraqesim shembullin praktik. Ky është Muhamedi alayhis salam. Në këtë rast, a do të ishte më e lehtë apo më e vështirë pretendimi për me e kontestu këtë lavdat? Nëse do ta lavdonte Allahu subhanahu wa taala me të brendshmën e tij, njerëzit do thonin po ne nuk e dim, nuk e shohim, nuk e dim çfarë është në brendësinë e tij. Por ama kur e lavdrin në të jashtmen e tij, a kishte mundësi që dikush ta kontestonte këtë lavdat? S'kishte mundësi. Wallahi, madje edhe ata të cilët e kundërshtuan, edhe ata të cilët e shahen, edhe ata të cilët i drejtuan dhe i adresuan akuza dhe shpifje të ndryshme, ato ishin jo të lidhura me ata e cila është praktike. Për akuzun për magji, e akuzun se është me probleme të caktuara, por asnjëherë nuk arritën të akuzojnë pejgamberin alayhi salatu wasalam në çështjen e moralit, të edukatës e të sjelljes së tij. Nga se ky është rezultat i formimit të brendshëm të cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam e kishte në vetveten e tij, dhe përmes këtij si shembull Allahu xhalla shan na tregon rrugën dhe na tregon adresën se si duhet të formohemi dhe cili është objektivi i fesë në formimin ton. Andaj, nëse i shohim adhurimet që Allahu subhanahu wa taala na ka porositur me i bë, pra ato adhurime të cilat ne i bëjmë me Zotin dhe i bëjmë për Zotin xhalla shanuhu, namazin, a e bëjmë për njerëz? Nuk e bëjmë për njerëz. A e heshojmë për njerëz? Nuk e heshojmë për njerëz. A e braktisim për njerëz? Nuk e braktisim për njerëz. As nuk e falim, as nuk e heshojmë, as nuk e rregullojmë, pas nuk e braktisim, as nuk e lëm për njerëz. Sepse është qëndrimi jon para Zotit xhalla shanuhu. Është lidhja jon më e fuqishme me Allahun subhanahu wa taala. Është komunikimi jon i drejt për drejt me Allahun xhalla shanuhu. Megjithatë, Allahu xhalla shanuhu na tregon se ky adhurim, i cili është adhurimi më special që njeriu e bën, adhurimi më i veçantë që njeriu ja bën Zotit të botrave,
Allahu xhalla shanuhu na tregon se menjëherë reflektimi i këtij adhurimi duhet të shihet tek të tjerët. Duhet të shihet nga të tjerët. Pra reflektimi jonë të tjerët dhe reflektimi të tjerëve, pra nga ky adhurim i joni. Pra shikoni këtë ndëlidhje të mahnetshme të brendësisë të besimit ton dhe të lidhjes tonë me Allahun subhanahu wa taala, me ata të cilën po flasim, se si feja dhe fetaria dhe udhëzimi dhe ndjekja jonë e mësimeve të Allahut subhanahu wa taala duhet të jetë reflektim në të jashtmen tonë. Andaj Allahu xhalla shanu çfarë tha? Inna s-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Namazi gjithsesi duhet të ndaloj nga e keqja dhe nga veprimet e shëmtuara. Namazet ndalon. Namazet të ndalon. Ky është garancë nga Allah subhanahu wa taala. Kjo nuk është provë. Kjo nuk është hamendje. Është garancë nga Allah subhanahu wa taala. Namazi duhet të na ndaloj nga gënjeshtra. Namazi duhet të na ndaloj nga mendimadhësia. Namazi duhet të na ndaloj nga vetpëlqimi. Namazi duhet të na ndaloj nga arroganca. Namazi duhet të ndaloj nga punët e këqija. Namazi duhet të na ndaloj nga çdo gjë e cila është e shëmtuar. A na ndalon namazi jon nga këto? Pyetje e cila kërkon përgjigje të sinqertë nga çdo falës i namazit. Si do të argumentosh madhështinë e namazit dhe shpresën në shpërblim nga namazi, nëse ky namaz dhe ky qëndrim jon para Zotit, kjo përulje jona, kjo rami jona në sejdë, në tokë, me gjën më të lartë që kemi në trupin tonë, që është balli dhe fytyra, në përuljen para madhnisë së Allahut subhanahu wa taala, me çka përkthehet në jetën tonë? Cili është ndikimi i këtij namazi? Sa na ndalon ky namaz nga veprimet e shëmtuara? Nga se Allahu xhalla shanu po garanton dhe po namazi është për mua, namazi është komunikim me mua, namazi është qëndrim para Allahut subhanahu wa taala. Por ama këtë namaz sot Allahu xhalla shanu e ka bë që juve të bëjnë të mirë. Dhe sa po ta kryeni këtë namaz, sa po ta përfundoni këtë namaz, sa po të dilni jashtë këtij namazi, ju do të reflektoni dritën e këtij namazi. Ju do të reflektoni madhështinë e këtij namazi. Ju do ta rregulloni sjelljen dhe moralin e ju përmes këtij namazi. Andaj, nëse namazi nuk i bën të gjitha këto, ku është problemi? Nëse namazi nuk i bën të gjitha këto, atëherë rreziku qëndron në mospranimin e namazit. Kjo pastaj është alarm. Andaj secili prej neve ka mundësi me emat dhe ka mundësi me bën një lloj prove në jetën e tij për pranueshmërinë e namazit, për pranueshmërinë e këtij adhurimi. Dhe pse ne flasim kaq shumë për namazin? Pse ne flasim kaq shumë për namazin, jo vetëm si adhurim për kryerjen e tij dhe domosdoshmërinë e kryerjes së këtij adhurimi, por flasim për namazin edhe si një nga mekanizmat më të fuqishëm dhe më të sigurt për përmirësimin ton dhe ngritjen ton nga niveli i caktuar në nivelin e duhur, qoftë të besimit dhe të nënshtrimit ton ndaj Allahut subhanahu wa taala, qoftë të përmirësimit ton e të reflektimit të këtij namazi në të jashtmen tonë. Sepse ai i cili qëndron para Zotit në namaz, me përulje, me përqendrim, me thyrje, me kërkim të mëshirës, udhëzimit dhe rahmetit Allahut subhanahu wa taala, nuk mund që pas namazit të jetë i vrasht, arrogant, mashtrues, gënjeshtar, fjalë keq, aq më pak, të shkoj ose të bëj veprime të cilat e rrezikojnë këtë namaz apo i bëjnë zullum e i bëjnë padrejtësi të tjerëve. Andaj shqyroni këtë madhështi të besimit ku Allahu subhanahu wa taala edhe në adhurimin më special që është për Allahun subhanahu wa taala na mëson dhe na tregon se këtë fe Allahu xhalla shanu ka bëu jo vetëm të na rregullojë me Zotin,
por me njëherë pas këtij rregullimit e këtyre raporteve të dalim edhe në të jashtëmen tonë, në reflektimin tonë dhe në pasqyrimin e këtij besimi, në sjellje, në moral, në edukat, të gjitha këto vinë si rezultat i formimit të cilin Allahu subhanahu wa taala kërkon nga ne, jo vetëm si adhurues të mirë, por edhe si njerëz të mirë. Se cilat janë adhurimet tjera të cilat duhet të reflektojnë në të jashtëmen tonë dhe duhet të shihen në të jashtëmen tonë, do të shohim pas një pauze të shkurtër. U rikthyem të dashur shikues në trajtimin e madhështisë së besimit dhe reflektimit të këtij besimi në të jashtëmen tonë. Duke bërë me gisht nga vetvetja jonë dhe duke bërë thirrje pastaj të këtë gjithë të cilët duan ta njohin besimin, se mund ta njohin përmes reflektimit të këtij besimi në veprimet të cilat i bën besimtari. Sigurisht, se kjo është sfiduese, por është treguesi i bindjes së palohatshme të besimtarit se besimi duhet ta nxjerrë besimtarin nga veprimi i tij ose nga pretendimi i tij për pastërtinë e besimit në raport me Zotin në provën e këtij besimi në të jashtëmen e tij. Dhe pasi treguam se një nga këta tregues dhe njëri nga këta mekanizma i cili rregullon njeriu dhe formon ata është namazi, mund të shohim se edhe adhurimet e tjera, madje edhe si shtyllat e Islamit e kanë po këtë rol. Ne mjafton ta shohim pastaj edhe agjerimin si adhurim, i cili gjithashtu është një nga adhurimet më të veçanta dhe më, po themi, më intime mes njeriut dhe Zotit të tij, më të fshehta mes njeriut dhe Zotit të tij. Atëherë shohim se Allahu subhanahu wa taala pikërisht përmes agjerimit ka kërkuar që ne të rregullohemi e të bëhemi të mirë. A është një nga adhurimet të mëdha, madje nga adhurimet shumë më të mëdha? Po, sepse thot njëri nga dietarët, pse agjerimi është ky adhurim kaq i veçantë? Për shkak se të gjithë po themi zotat që janë adhuruar gjatë historisë dhe vazhdojnë të adhurohen, kanë mund të çojnë njerëzit në veprime të caktuara, por nuk mund ta çojnë njeriu në agjerim përveç Zotit fuqiplot. Në agjerimin çfarë Allahu subhanahu wa taala e ka para pa, sepse është një lloj lidhje e veçantë dhe një kujdes i veçantë, një pamje speciale që besimtari e ndjen në agjerim nga Allahu subhanahu wa taala. E megjithatë, edhe në këtë adhurim Allahu xhaleshanu na mëson përmes pejgamberit tij se është i pavlefshëm ky adhurim. Nuk mund të llogarit besimtari në këtë adhurim, në shpërblimin e tij, në të mirat e tij, në begatinë e tij, nëse se ky adhurim nuk reflekton në moralin e tij, në sjelljen e tij, në të jashtëmen e tij. Andaj Allahu subhanahu wa taala na mëson përmes pejgamberit tij sallallahu alaihi wasallam se ai i cili men lem yada qawl az-zur wal amal bih, ai i cili nuk i lën punë të këqija, vepra të këqija, fjalë të këqija, pra reflektimin e jashtëm. Allahu xhaleshanu nuk ka nevojë që ky njeri të rri pa bukë dhe pa ujë. Po Zotën, për ty po rri pa bukë dhe pa ujë. Po, ama kjo, nëse nuk reflekton në jashtëmen tënde, është i pavlefshëm tek Allahu subhanahu wa taala. Ky është besimi. Ky është madhështia e fesë. Ky është pamja e cila kërkohet nga besimtari. E pastaj edhe haxhi, si shtyllë e Islamit. Madje se një nga shtyllat përmbyllëse të Islamit kanë ardhur me argumente të shumta, ku njëra nga to është prej përgëzimeve më të mëdha, paralemime më të mëdha. Ajo është se njeriu pas haxhit kthehet ke yawmin waladathu ummu, sikur na ditën që e ka lind nëna, pra pa gjunohe, i pastër, me një mundësi të re të
rilidhje së tij me Zotin fuqiplot, me një shlyrje të komplet historisë. Ama kjo ardhje dhe ky kthim pa gjunahe nga haxhi, pra si një lloj premie nga Zoti i botrave, megjithatë ka ardhur kushtëzuar. Ka ardhur e kushtëzuar. Ajo se men hajje wa lam yarfuth wa lam yafsuk. Ai cili e kryen haxhin, por gjatë haxhit reflektimi i tij i jashtëm. Pra nuk ka nevojë me i tregu dikujt se ky është haxhi. Por të tjerët duhet me pa në pamjen e tij se ky është haxhi. Pra nuk sillet me vrasësi, nuk sillet me pa moral, nuk sillet me pa edukat, nuk flet gjëra të cilat nuk duhen. Ky është kushti, cilin Allah subhanahu wa taala ka dhënë. Pra formimi dhe shfaqja e jashtme e besimit është kusht dhe një lloj parakushti për pranimin e haxhit, shpërblimit i cili është shlyrje e komplet historisë së njeriut nga gabimet dhe nga lëshimet të cilat i ka bë. Por ama për ta fituar këtë duhet të tregosh jo me fjalë, jo me kapuç, por me sjelljen dhe moralin, me reflektimin e këtij besimi në të jashtmen tonë. Andaj besimtari duhet ta kuptoj dhe duhet ta di se nuk ka nevojë askujt të i thotë unë falem. Nuk ka nevojë askujt të i thotë unë agjeroj. Nuk ka nevojë ta fsheh, por nuk bën dhe nuk ka nevojë dhe nuk duhet që ta përdor si një lloj mekanizmi për të njohur e për të treguar e për të njoftuar me tjerët. Nuk ka nevojë të thuhet unë kam lexuar kaq Kur'an. Nuk ka nevojë të thuhet se unë kam bërë kaq punë dhe kaq vepra. Por ama e tëra kjo duhet të shihet në fytyrën e tij. Besimi i cili nuk reflekton në pamjen e besimtarit. Besimi i cili nuk reflekton në të folurit e besimtarit. Nuk reflekton në shikimin e tij. Nuk reflekton në besimin e tij. Nuk reflekton në ecjen e tij. Nuk reflekton në uljen e tij. Nuk reflekton në heshtjen e tij. Nuk reflekton në reagimin e tij. Nuk mund të quhet besim dhe nuk mund të quhet lidhje e tij me Zotin e tij. Andaj Allahu subhanahu wa taala thot simahum fi wujuhihim, në fytyrat e tyre ka gjurmë. Ka gjurmë, këto gjurmë kanë ardhur si rezultat i sejdës. Sepse ajo fytyrë e cila i bën sejdë Allahut subhanahu wa taala nuk është fytyrë që shitet, e nuk është fytyrë që ndrohet për interesat dynjas. Ai ball i cili ka rënë sejdë para Zotit të botrave, nuk pranon që ti nënshtrohet askujt tjetër në kurrez të shkeljes së parimeve dhe shkeljes së besimit për çfarë do interesit kësaj bote. Ajo gojë dhe ajo gjuhë e cila ka shpreh shahadetin, ajo gjuhë nuk mund të shpreh gënjeshtrën. Ajo gjuhë e cila kërkon Allahut falje me astaghfirullah, nuk mund ajo gjuhë të lejoj gjunahet e ti përhap ato, e ti mbroj ato. Ata vesh të cilët kanë dëgjuar Kur'an nuk mund të mbushen me gjëra të cilat nuk ja vlen as që të përmenden. E ata sy të cilët nesër shpresojnë dhe luten me e pa Zotin e botrave, nuk mund t'jenë sy të cilët kullosin në çdo ndytësi dhe në çdo paturpsi që dikush e shfaq, qoftë vizualisht, qoftë në mënyrë direkte. Andaj, besimi i brendshëm shprehet në fytyrën e besimtarit. Ajo bën dritë, ajo është ndritë, ajo është e turpshme, ajo ka frikë, ajo është e gëzueshme. Të gjitha këto i përjeton sepse janë reflektimet e brendshme të cilat besimtari
dhe për besimtarin janë të domosdoshme si garancë e kënaqësisë së tij, pra dhe tregues i kënaqësisë së tij dhe garancë e përfitimit nga ky iman, nga ky besim nesër kur dalim para Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj sapo ky reflektim të shfaqet në fytyrën e besimtarit, pra me të gjitha ato që dalin nga kjo fytyrë, besimtari kupton se duhet të duket imani jon, duhet të shfaqet imani jon, duhet të shfaqet besimi jon, duhet të reflektoj besimi jon në rrethin dhe ambientin ku jetojmë. E adresa e parë është shtëpia. Adresa e parë është shtëpia. Janë prindrit në të gjitha fazat e jetës që njeriu i zhvillon. Janë bashkëshorti dhe bashkëshortja varësisht për rolit dhe për pozicionit të secilit prej neve. Janë fëmijët, janë vëllezërit, janë motrat, janë të afërmit, janë fëmijët, është kolega në punë, është fëmiu në treg, është bashkëpunëtori, madje është edhe ai i cili të ka kundërshtuar, edhe ai i cili nuk të ka dalë në fjalë, edhe ai i cili nuk ka zbatuar marrëveshjet. Pra në të gjitha këto, besimtari e kupton dhe e din se reflektimi dhe reagimi i tij duhet të jetë në bazë besimit. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam çka tha? Khairukum li ahlihi, më i miri për juve është ai i cili është më i miri për familjen e tij. Wa ana khairukum li ahli, dhe tha pejgamberi, dhe unë jam më i miri për juve me familjen time. Unë jam më i miri për juve me familjen time, sepse ky rezultat vjen si rezultat i formimit dhe si rezultat i reflektimit të imanit, dhe të besimit dhe të fetarisë që e ka në brendësinë e tij. Dhe më njëherë pasoj, besimtari kupton se ky iman dhe ky besim dhe kjo sjellje dhe ky raport është i lidhur, fuqishëm, pashmangshëm me moralin dhe sjelljen e tij. Andaj, një nga rreziqet dhe një nga përpjekjet më të mëdha dhe më të rrezikshme që sot bëhet dhe tentohet të bëhet, është shkputja e besimit nga moralin, nga sjellja e jashtme e njeriut. Pra, sikur besimi është krejt diçka e brendshme, ndërsa sjellja dhe morali dhe veprimi nuk ka të bëjë asgjë me reflektimin e këtij besimi. Dhe kjo është gabim i madh. Kjo është e papranueshme. Çdo kush që ndëgjoni dhe çdo kënd që ndëgjoni, duke bën një lloj përpjekje që të ndahet besimi nga morali, dijeni se ose nuk e kupton besimin, ose është dashakeq. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi, e na tregoi, e na udhëzoi se një grua kur është pyetur, por një grua e cila falej shumë, e agjeronte shumë, jepte sadaka shumë, pra të gjitha ato raportet e saj me Zotin i kishte rregulluara. Pra besimin në aspektin formal të kuptimit tona e kishte rregulluar. Por ama e kishte bën një gabim. Ajo është shkputja e këtij besimi me të jashtmen e saj, me moralin e saj, me edukatën e saj, dhe i than, ja Rasulullah, ajo i bën të gjitha këto, por ama me gjuhën e saj përgojon, nënçmon, bart fjalë, ngjet iftire, domethënë intriga e kështu me radhë. Pejgamberi sa më i tha, po mirë, kjo çështje është ndame me këtë çështje. Jo, përkundrazi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tha se hiya fi nar. Ajo është në zjarr të xhenemit.
Ajo është zjarri i xhenemit. Ku mbeti namazi, ku mbeti agjerimi, ku mbeti sadakaja. Nuk ja humb Allahu subhanahu wa taala. Por ama këto është dashur që ta bëjnë të mirë. Dhe kjo nuk nën kupton se ai do të qëndroj për gjithmonë në xhenem. Por ama do ta paguaj të gjithë atë shkputje të besimit nga sjellja dhe nga e jashtmja e saj. Nej, çështja e cila para një kohe është përpjek dhe kanë bën njerëzit përpjekje që ta ndajnë, ka qenë ndarja e fesë nga organizimi shoqëror. Ndarja e fesë nga shkolla, ndarja e fesë nga vendosja e dispozitave dhe rregullave të rregullimit të shoqërisë, po këtë kanë arrit. E tash duhen të avancojnë ende më shumë. Këtë dhe e ndajnë besimin nga veprimet dhe nga të jashtmet. E shpesh herë nxjerrin figura të caktuara, nxjerrin personalitete të caktuara, e kështu me radhë, të cilët pra në njërin anë e promovojnë besimin, por në anën tjetër me veprimet e tyre, me punët e tyre, me moralin e tyre, me sjelljen e tyre tregojnë se s'kan të bëjnë me besimin e pretenduar. Para ma kjo është e qëllimshme, sepse dëshirojnë që të njerëzit ta mbjellin një fe e cila mbetet vetëm në soazat të disa kuptimeve, ose vetëm në soazat të një dogme të fshehur apo të pretenduar të njeriut. E madje si rezultat i kësaj ka edhe pretendimi njerëzve se unë kam zemrën e mirë. Unë kam zemrën e mirë është një pretendim i besimit dhe i një lloj lidhje me Zotin, por ama e jashtmja nuk është e jotja, nuk është çështje e gjykimit, nuk është çështje e vlerësimit, sepse unë e kuptoj, ose e vlerësoj, ose e bëj fen ashtu që shëndua. Andaj e tëra kjo, cilën e folëm dhe e treguam deri më tani, është një thirrje dhe është një ngritje e alarmit se besimi, pa reflektimin e tij të jashtëm, pa u duk besimin e të jashtëm ton, mund të mbetet vetëm një pretendim. Dhe për të shtuar hala argumentin për këtë është hadithi i muflisit, i të falimentuarit në ditën e gjykimit. I të falimentuarit në ditën e gjykimit. I atij i cili do të vije para Allahut subhanahu wa taala në ditën e gjykimit me punë të mëdha, me vepra të mëdha, me namaz, me agjerim, me lexim të Kuranit, me punë, me adhurime të shumta. Por ama problemi i tij është se nuk kanë arritë të gjitha këto të përkthehen në veprimet e tij, moralin e tij, në sjelljen e tij, në të jashtmen e tij, dhe krahas këtyre e ka shoqëruar besimin e tij edhe me punë të cilat janë të dëmshme për vete dhe për shoqëri. Dikant e ka gënjy, dikujt i ka marrë pasurinë pa të drejtë, dikant e ka shah, dikant e ka ofendu, e kështu me radhë, dhe të gjithë këta do të vinë ta marrin hakun dhe do ta kërkojnë të drejtën e tyre, duke sjellë në pozicionin e të falimentuarit pas asaj cilën ky e ka sjellë me veten e tij dhe e ka sjellë si rezultat ose si bagazh të punëve dhe veprave të tij. Ndaj duhet ta kuptojmë dhe duhet të bindemi se besimi është e brendshmja dhe e jashtmja jonë. Dhe suksesi mund të konsiderohet vetëm atëherë kur ky besim dhe ky formim i duhur reflekton në të jashtmen tonë, në veprimet tona, në shkelqimin tonë të jashtëm, në çdo rrafsh, në çdo rrethon, në çdo situatë ku besimtari e gjend veten e tij, vetëm kështu mund të qetësohemi fillimisht në vetveten tonë, e pastaj edhe mund të shpresojmë në shpërblim dhe shpëtim në botën tjetër, por edhe mund të argumentojmë madhështinë e kësaj feje, madhështinë e këtij besimi edhe para të tjerëve. Allahu subhanahu wa taala na bëft nga ata të cilët i ndëgjojmë fjalët e zbatojmë ato. I ndëgjojmë fjalët e zbatojmë ato. Dhe çdo gjë që ndëgjojmë nuk na mbetet vetëm në kufirin e një përjetimi momental, por na mbetet si një plan program i jetës, pa një sfidë që të jetë plan program i jetës, i rregullimit dhe i permisimit tonë. Në takimin tjetër, Allahu xhalla shanuhu ju pas mëshirën e rahmetin e tij.